Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Artistja shqiptare Beatrix Ramosa e vazhdon të jetë një nga personazhet më të komentuar pas pjesëmarrjes në reality show. Këngëtarja Ramosa i duket se është në formë të mirë përderisa nuk po i ndalon postimet me fotografi dhe video të ndryshme. Siç dihet, marrëdhënia e saj me aktorin e humorit Donald Veshaj solli mjaft polemika në publik, derisa dyshja kanë shkëputur kontaktet pas finales së showut. Së fundmi, duke qenë se Veshaj u pa bashkë me moderatoren Bora Zemani, edhe Triksa ka diçka për të thënë. Artistja ka postuar një video në TikTok me një veshje mjaft seksi, derisa dëgjoi kënga e Kapitaltis u bë vonë, tekst mjaft i thumbuar dhe nuk dihet nëse e ka për Donaldin, duke qenë se ai është i dashuri i saj i fundit.